Kreu në detyri i prokurorisë posaçme, SPAK, Altin Dumani, zhvilloi sot një takim me studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, ku foli hapur për sfidat dhe prioritetet e institucionit që drejton. Gjatë takimit Dumani theksoi se vendimet e SPAK-ut nuk janë dhe nuk do të ndikohen nga politika. Ai u ndal veçanërisht te presionet e jashtme që shpesh raportohen në publik, duke sqaruar se struktura e posaçme punon në mënyrë të pavarur dhe profesionalisht. Presionet nga politika nuk kanë pasur dhe nuk do të kenë ndikim në vendimet tona, tha Dumani, duke theksuar rëndësinë e integritetit të strukturës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një nga shqetësimet kryesore që ai ngriti gjatë takimit ishte mungesa e mundësisë për rikandidim të prokurorëve të SPAK-ut pas përfundimit të mandatit. Dumani argumentoi se largimi i tyre mund krijojë boshllëqe të ndjeshme në sistemin e drejtësisë, duke e cënuar investimin e bërë në trajnimin dhe përgatitjen e këtyre profesionistëve. Pas përfundimit të mandatit të tyre do të krijojë anomali, pavarësisht se është investuar shumë te formimi profesional i tyre. Shqipëria nuk e ka luksin të largojë prokuror profesionist, u shpreh Dumani, duke shtuar se është e rëndësishme që ata që dëshirojnë të rikandidojnë të kenë mundësinë për ta bërë këtë. Takimi me studentët u fokusua edhe te rëndësia e drejtësisë së pavarur dhe roli i saj në forcimin e besimit të qytetarëve te institucionet e vendit. Dumani theksoi se prokurorët e SPAK-ut, përveç sfidave ligjore, përballen shpesh me presione dhe kritika publike, por detyra e tyre është të vendosin drejt dhe në përputhje me ligjin pa ndikim politik. Studentët shfaqën interes për karrierën në drejtësi dhe rolin e SPAK-ut në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke marrë përgjigje të drejtë për drejtë nga kreu në detyrë. Diskutimet përfshin edhe perspektivat e rinisë për t'u angazhuar në sistemin e drejtësisë dhe sfidat që ata mund të hasin në karrierë. Ky takim vjen në një moment kur SPAK vijon të jetë në fokus të opinionit publik për shkak të hetimeve të rëndësishme në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Fokusi i Dumanit tek pavarësia profesionale dhe rëndësia e ruajtjes së stafit të trajnuar profesionalisht tregon shqetësimin për stabilitetin e institucioneve dhe funksionimin e drejtësisë në Shqipëri.